mësojmë një tjetër histori njerëzore, do ndalemi në profilin e një zonje e cila la gjithçka pas, profesionin, rrugtimin e bërë, dashurim për qytetin ku lind dhe u rrit në Rëshen, sigurisht miqt edhe këdo tjetër me të cilin e kishte ndërtuar rrugtimin e saj deri në vitin 2013, ku lotaria amerikane bën që ajo të shkojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çfarë ndodh me ata që largohen? Një pjesë të mirë, të bukur të Shqipërisë e marrin gjithmonë me vete dhe ka nga ata të cilët bëhen ambasadorët tanë të heshtur dhe sigurohen që në një formë apo në një formë tjetër të sigurohen që kushdo që takojnë ta mësojnë nga kanë ardhur, nga Shqipëria. Dhe këtë në fakt ka bërë dhe Arta Gjoni, po përmes ushqimit. Përshëndetje dashur, është kënaqësi shumë. Përshëndetje gjithëve. Kënaqësi e veçantë. Shumë kënaqësi. Arta, një histori frymëzuese kjo e jotja, një ndryshim total i stilit të jetesës për të shkuar një vend shumë të largët nga Shqipëria, pak të ngjashëm, dhe të lësh një profesion si ai avokatis për të bërë një ndryshim kaq të madh. Na tregoti pak më tepër. Përshëndetje gjithëve dhe një herë është kënaqësi shumë të jem sot me juve. Një histori, një rrugtim, sepse jeta është një rrugtim nga një qytet shumë i vogël. Jam lindur e rritur në qytetin e Rëshenit. Në moshën 18 vjeçare, pastaj kam lëvizur në Tiranë dhe nuk jam kthyer më me shkollimin. Dhe në 2013 më del lotaria amerikane, duke menduar që do vija vetëm të merja green cardën, por ngela këtu, fillova punë, fillova shkollë dhe gjithë jeta ime ndryshoi 100% ndryshoi. Arta, ti pas disa vitesh vendose që të hapësh një blog gatimi, vetëm që ti tregosh miqve të tu amerikanë se si janë gatimet shqiptare, apo jo? Është shumë e vërtet kjo. Unë për së parit herë kur erdha në Amerikë, në New York kam marrë së parit. Kam ndjerë një dashuri edhe një mall të jashtëzakonshëm për vendin tonë. Aty kam kuptu se sa shumë e dua, sa vend i bukur dhe sinqerisht sa popull i bukur jemi. Në gjithë shka, në vlera, në merita, në traditë, jemi popull me të vërtet shumë i bukur. Jemi me të vërtet një popull shumë i bukur. Edhe në New York kam punuar në një klinik mjekësore dhe sa herë i mblidhja ata të punës, i thoja hajde të shikojmë vendin tim, u tregoja qytetet, u tregoja plazhet, u tregoja ushqimin, u tregoja gjithçka. Dhe kështu ka nisur edhe faqja, në fakt si dëshirë për të prezantuar pak Shqipëri, pak gatim, pak nga të gjitha. Madje postimet e mia të para të tilla kanë qenë që kam postoja diçka, një shkrim të shkurtër nga vende, nga qytete të ndryshme, krajina të ndryshme të Shqipërisë. Përshkrim. Shoqëruar dhe me një, e përshkruaja pak, ajo anglishtja pak e kufizuar të them drejtën, po e përshkruaja disi dhe i bashkangjisja edhe një gatim të zonës, për shembull kam bërë të vogël për Dibrën, kam bërë sheqerparen, kam bërë një përshkrim të vogël të Elbasanit, kam bërë dhe ballokumet. Domethënë ka qenë një paka shumë një prezantim dhe gjithë ata nixit e parë kam patur kolegët e punës që kisha punuar me ta dhe që kishin e pëlqenin shumë. Arta, jam shumë kurioztare të di se për çfarë të merr malli nga Rësheni më shumë. Po, nuk ka besoj njëri që nuk e merr malli për fëmijërinë. Pavarësisht se ne jemi unë i përkas një brezi që jam rritur në vitet 80 me mungesa shumë të mëdha të kohës, po më pëlqen unë e them gjithmonë që unë mirdita shumë edhe unë jam mirdita. Më thënë, gjithçka janë rënjet e mia, detyrimisht është e pamundur pavarësisht problemeve ekonomike, sociale, gjithçka që i shoqëron, sidomos rrethet e vogla sot e kësaj dite, përsëri më mungon shumë qyteti i lindjes, më mungon dhe Tirana shumë, them drejtën se kam kaluar pjesën më të madhe pasaj tjetës aty, u shkollova, aty kam punuar, kam jetuar, patjetër më mungon. Çdo kënd i Shqipërisë. Po nëse do ktheheshe sot në Shqipëri, do ta bëje një shtëpi në Rëshen, besoj. Po fatmirësisht e kam një shtëpi. E ke një shtëpi në Rëshen. E kemi akoma, Sa mirë për ju. E kemi akoma.
Sepse Gjemi shumë kënaqësi. Kemi patur mundësinë të intervistojmë profile të ndryshme të shqiptarëve në përbot. Por një pyetje që unë e bëj shpesh, sidomos për shqiptarët e Amerikës, a vuajnë shqiptarët në Amerikë? Po jo. Jo. Shiko, vuajmë atë ndryshimin e madh. Kur vjen është një sistem komplet të ndryshe dhe neve e njohim shumë Amerikën nga televizioni që s'ka lidhje fare. Po Amerika me të vërtet që është vend i mundësive. Tashi, jo të gjithë uajës edhe mbarë si që duhet. E ditë që nga ka thënë një eftuar, ne shqiptarët e Amerikës shajmë 3 herë në ditë. Mirë që kemi dush. Jo, unë e konsideroj vetën nga ata njerëz që kanë patur fat. Sepse kur erdha në Amerikë, kam filluar punë në një klinikë mjekësore pavarësisht se kam vajtur dhe kam aplikuar për çfarëdo lloj pune. Edhe pse vija nga një background tjetër, vija nga fusha avokatisë që kisha 10 vite punë, absolutisht nuk e kisha fare problem, duhej të jetoja, e kisha vendosur që të rija 5 vite të merja pasaportën, të shkollohesha dhe më duhej të punoja. Pra, edhe fati më ka ndihmuar pak në këtë pjesë. Por Amerika është vendi meritokracisë. Nëse ti punon fort, shpërblehesh. Nuk ka, unë kam studiuar Shqip në Shqipëri dhe kam dalë me mesatare 8 të 4 viteve, jo më shumë. Kam marrë në Amerikë duke përkthyer gjithçka dhe kam dalë absolutisht, i kam pas gjitha A, se këtu është me shkronja, nuk është me... Po, duke i përkthyer librin, pra me shumë mund, absolutisht me shumë mund. Po, Amerika është shumë e mirë kur punon fort dhe kur nuk ka pasurim të shpejt Amerika. Janë ca hapa që me të vërtet duhet t'i ndjekësh, patjetër duhet t'i ndjekësh, po që është nuk varet, nuk e ti, nuk mund të them. Ne duam eksperiencën tënde personale, jo, eksperjenca nga ime mendimet e të tjerë. Ka qenë shumë e lodhshme. Eksperjenca ime ka qenë një eksperiencë shumë e lodhshme. Absolutisht shumë e lodhshme. Por shpërblyese me sa kuptojmë. Po, unë edhe punoja edhe shkollohesha në të njëjtën kohë. Dhe ka patur raste që domethënë vetëm një muaj shumë të shkurtër të dimrit që isha pushim, pastaj pjesët e tjera të kohës dilja në 5 të mëngjesit, merja 2 trena dhe shkoja në Manhattan, se atje ishte, unë vetë jetoja në Queens. Në Queens. Bëja klasat e mëngjesit, merja 2 trena përsëri dhe kthehesha në Brooklyn ku punoja, dhe në darkë përsëri njëjta gjë dhe kthehesha në 10 darkës. Ka qenë me të vërtet shumë e lodhshme, po është detyrimisht është shpërblyese, nuk lodhesh dhe mos shpërblesh si ndodh shumë. Fatkeqësisht sot në Shqipëri dhe ndodh. Pra Arta, ti mendon ka shumë studentë që mbarojnë shkollat dhe ti mendon që në rast ti mendon që gjithë kontributi që ke dhënë në Shtetet Bashkuara të Amerikës i është shpërblyer pas. Po të jep të njëjtin kontribut në Shqipëri, nuk do merrje pas me merit atë që meriton? Po, nuk gjërat kanë ndryshuar ndoshta sot. Po, unë mendon jam diplomuar në 2002-shin. Dhe nuk ka qenë kaq e lehtë, nuk ka qenë me të vërtet kaq e lehtë. Unë e them disa herë, Tirana që ishte brenda shtetit ku unë isha lindur edhe rritur, ishte shumë më e vështirë se sa New Yorku. Detyrimisht është edhe mosha, se unë vija nga një eksperiencë larg shtëpisë, është edhe mosha se erdha në një moshë të pjekur, por nuk e di se si ekziston sot e kësaj dite, gjërat mund të kenë ndryshuar, po kam dëgjuar, ndoshta jam gabim, që edhe sot ka studentë mbarojnë, vështirësi për gjetur punë, vështirësi të vazhdojnë akoma, kurse edhe këtu mund të ndodhë, nuk them. Po, unë personalisht fatmirësisht, gjithmonë them që kam patur dhe fatin me vete. Nuk i kam patur këtë lloj pjesës se kam qarë, se kam marrë malli për familjen, ose për edhe për vendin, se nuk e kisha menduar kur që do ndjeja atë mall. Edhe kam ndier një mall të jashtëzakonshëm interesant, kam ndier një mall të jashtëzakonshëm për vetë lindjen, mbasi kam marrë New York. Nuk e kam ndier në kohën që kam qenë ikur, se unë kam ikur 18 vjeç dhe nuk është se e kam ndier atë. Kur kam marrë në Amerikë, pastaj nuk e di. Për çdo cep, edhe aty ku s'kam jetuar. Flasi për gjërat bukura. Cila është receta preferuar e miqve të tu amerikan? Flas tu për receta tradicionale shqiptare.
Po, Amerikanë marrin për byrek me thënë drejtë. Byrek, me çfarë? Se nuk e kam. Unë, sot është një koincidencë shumë e bukur, se unë kam mis sot për drek, Amerikanë janë. Pishi. Dhe po, dhe disa pjata tradicionale që të marrin pak kohë, i kam gatuar në brëm në darkë, rreth orës 12 dhe si në i kam gati. Po, i kam bërë. Duhet patjetër që kam dhe të tjera gjëra, po deri në drek sa vin ata se këtu tani është ora. Byrek me çfarë ke bërë? 6:00 kam për, po do ta kthej pak atë. Na zbulon se jeni të pangrën deri tani. Do ta kthej kamerën që t'ju tregoj. Për shembull, çfarë ka aty? Këtu kam bërë byrek me mish. Me mish dhe me qep dhe realisht ka dalë shumë i mirë. Më hahet. Këtu tani kam bërë pilafin ton me mish që ka dalë edhe ky. Çfarë mishi është ai? Me zi e shohim? Mish viçi. Nuk e di, mos e kam afruar shumë. Jo, dashur edhe kam afruar çik shumë. Çfarë tjetër? Këtu tani kam bërë Tu kam bërë fasule të më dha në tavë. Plashi. Po, i kam bërë dhe këto, se i pëlqejnë shumë, të gjithë fasulen e pëlqejnë shumë, se e kam bërë shumë mirë. Këtu kam bërë një revanis, si që bonin gjithmonë në tona, atë revanin si pandispajnë, po i kam bërë me lëng portokalli dhe me pak lëkur portokalli, për t'ja twistur pak atë, për t'ja ndryshuar pak atë shi. Çfarë ke bërë tjetër më Arta, se nuk e ke ide se çfarë puna bën? Prit. Jeni të ftuarit e mi... Do vim, nisemi tani. Nuk i dihet. Tani, 12 orë rrugë bën. Ishte kënaqësi. Këtu kam tani, gati si pis fili, po do thoja më shumë si keku kripur, se nuk i di tani varet nga zona, po. Ande nga jam, unë nuk e bën njëri kështu, unë e kam me sod, paktën ande ku kam lindur unë në Mirdit, nuk e bën njëri me sod, dhe unë e kam bërë me fryrës edhe me djath, me qumësh, ka dalë me të vërtet shumë e mirë, jo se edhe këto i pëlqejnë shumë, kjo është me miell misri. Kjo është pak a shumë baza që unë kam bërë për momentin. Normal që do ketë edhe gatime tjera, do pasro tavolina me salatra, me salsa. Arta në hapë oreksin, moj Arta. Pret vizita nga maj? Po ju kam larg, po çfarë të bëj unë që ju kam larg? Jo, mos u shqetëso se vim, ne vim herë pas herë në SBA, na pëlqen si vend. Nëse do vini sinqerisht, pritur në familjen tonë, unë kam edhe bashkëshortin shumë mikpritës, jashtëzakonisht mikpritës, edhe do ishte kënaqësi. Kjo na karakterizon si shqiptar, mikpritja. Për këtë na një bota dhe jemi shumë e faqe akoma ruajmë si na njohin vërtet neve. Për shembull këta që do ftojmë sot, i kemi ftuar dhe herë tjetër shumë mirë njohës. Nuk e di se gjërat kanë ndryshuar, e gjithmonë e kam vënë re dhe e ndjej që kanë ndryshuar edhe në Shqipëri, po të paktën kur isha unë, kur dojë të nderoje dikë, e çoje në lokal, paguaj edhe për të vlerësuar është, patjetër, pse jo? Kurse këtu, por i merr në shtëpi. E vlerësojnë më shumë, është shumë e vërtetë. Arta, kam një pyetje të fundit. Ata miqtë tu amerikanë çfarë do sjellin, se ti gjithë mirat kishe bërë? Po, ata sjellin verë, ata sjellin shumë, sjellin dhurata për fëmijët, se kemi edhe 3 fëmijë të vegjël që janë edhe ata. Po e kanë pak më ndryshe këtë mikpritjen, se për shembull të presin më shumë me gjëra të blera, me gjëra edhe me ku si gatimet tona tradicionale. Jo, ne kemi kuzhinën shumë të mirë. Është shumë e shumë të mirë, është krenari kjo që kemi një kuzhinë goxha të mirë. Ne të falenderojmë shumë për rrëfimin tënd në Mesdrit, historinë, rrugtimin, po bigjitha dhe për këtë oreks që na hape, që sa kishim borxh fare. Ftesa që ndron. Shihemi në shtëpinë tënde. Dhe ne e mbajmë fjalën. Amin. Të përshëndesim me dashuri, ti dhe familja jote. Të keni një pasdite shumë të veçantë. Kaloni mirë dhe ju me miqtë amerikanë. Me shumë dashuri, me gjitha të ushqimet mira që pam, unë dhe Surian e kemi shumë të vështirë, por ja dhe pak sekonda, sepse do duhet përshëndetemi dhe me publikun, dhe t'ju themi që sonte në mbrëmje ju e dini se çfarë ju pret, është Ferma VIP 3 në drejtimin e Erbana Osmanit. Shihemi nesër. Ju duam.